Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. E lusim Allahun e madhëruar të na falë gjunahet dhe gabimet tona dhe e lusim Allahun azza wa jall të na japë sukses për çdo punë të mirë që ne shpresojmë dhe duam ta veprojmë dhe suksesi dhe ndihma është vetëm nga Allahu I madhëruar. Falenderimet I përkasin vetëm atij për çdo të mirë që kemi dhe më e mira se e mira më e madhe që besimtari ka është udhëzimi në rrugën e drejtë, është dashuria që ka ai për besimin, për punët e mira, është suksesi që Allahu jep atij në kryerjen e punëve të mira dhe largimin nga punët e këqija. Thotë Allahu I madhëruar, Allahu ja bëri të dashur juve besimin dhe e zbukuroi atë në zemrat e juaja. E lut Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që Allahu ja bëri të dashur besimin dhe ja zbukuroi atë në zemrat e tyre. Amin. Të dashur vëllezër, ky është mësimi I dytë ose ligjërata e dytë, ulja e dytë, tubimi I dytë në xhamin tuaj të nderuar, me këtë xhamat kaq fisnik dhe të nderuar që unë I dua për hir të Allahut dhe gjithashtu mendoj mirë për ta që ata të nduan mua për hir të Allahut dhe falenderoj çdo vëlla I cili ka durimin dhe ulet të dëgjoj këshillat që unë kam në radhë parë ja dëptoj vetes time, ato këshillat të cilat në çdo tubim, në çdo ulje, në çdo mezhlis unë shpresoj që ato fjalë që unë I drejtohem xhamatit, në radhë parë në realitet I drejtohem vetes time, sepse është një kujtim radhë parë për veten time dhe është një përgjegjësi e madhe mbi mua dhe lut Allahun e madhëruar të bëj fjalët e mia të dobishme, qofshin ato argument për mua dhe jo kundra meje, dhe lut Allahun e madhëruar të më bëjë një shembull të mirë për të gjithë ata që më rrethojnë, për familjen time, për fëmijët e mi dhe për vëllezërit, për xhamatin e dashur që më rrethon. Për vëllezërit e mi. Falenderoj gjithashtu pas falënderimit të Allahut të madhëruar, hoxhën e nderuar, shokun tim, kolegun tim, Hoxhë Duartin, që e dua shumë, I cili më lejoi që t'jap pra mësim ose ligjërata këshilla në xhamin që ai është imam, dhe ligjëratat që unë mbaj në të xhami kanë lidhje me shpjegimin e librit Tre Parimet. Është një libër I njohur për ju besoj, I autorit Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allahu më shëroft. Jemi akoma në hyrjen, në parathënien e këtyre mësimeve. Sot është mësimi I 8 realitet, sepse 6 mësime të para I kam mbajtur në një xhami tjetër. Dhe ku më dha mundësia që të vija ke xhamia juaj, thash po e lej atë xhami, po thash po vi ke ju, se xhamia është më e madhe, xhamati është më I madh dhe mendova se përfitimi është më I madh për ju. Kam folur në mësimet e kaluara për rreth njohjes së autorit, biografin rreth autorit, kam folur gjithashtu për si mbrojtje për shpifjet që janë bërë autorit, janë bërë shumë shpifje nga njerëz të ndryshëm, nga brenda Islamit dhe jashtë Islamit. Gjithashtu kam folur rreth njohjes së shkrimit ose rreth njohjes së librit që autori ka shkruar, dhe sot është ligjërata e fundit, është mësimi I fundit rreth njohjes së librit Tre Parimet. Të dashur vëllezër, në fillimisht çdo shpjegues I këtij libri dhe çdo person I cili dëshiron ta mësojë këtë libër, qoftë ai I cili e mëson duke ngjuar shpjegimin e një personi, duke ngjuar në audio ose duke qenë live, pra drejt për drejt, ose kur ai lexon këtë libër, ai duhet t'i kujtojë vetes tij rëndësinë e madhe që ka tematika e këtij libri. Madhështinë dhe rëndësinë e madhe që ka tematika e librit Tre Parimet. Është një madhështi e cila
lidhet me mesazhin që kanë pasur tërë profetët. Ky libër na sqaron se si ta njësojmë, se si ta adhurojmë Allahun të vetëm. Na mëson gjën më kryesore, urdhrin më të madh që Allahu i madhëruar i ka urdhëruar njerëzit, me të cilin i ka urdhëruar njerëzit. Tematika e këtij libri është mesazhi që kanë pasur tërë profetët, nga Nuhu a.s. deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mesazhi i tërë profetëve ka qenë i njëjtë. Tauhidi i Allahut, njëshmëria e Allahut në adhurim. Dhe kur shpjeguesi i këtij libri me përsipër përgjegjësinë e shpjegimit së gjës më të rëndësishme, më madhështore, ai gjatë shpjegimit duhet të jetë shumë i matur dhe të ndjejë me të vërtet rëndesën dhe peshën e madhe që ka kjo përgjegjësi. Ti sqarosh të tjerëve gjën më kryesore, më të rëndësishme, që është se si ata ta besojnë dhe ta adhurojnë Allahun të vetëm. Nuk ka gjë më të rëndësishme për njeriu në të botë se sa të kuptojë qëllimin e krijimit të tij, të njihet se si ai ta adhurojë Allahun më mirë, më saktë, larg devijimeve, larg humbjeve, larg dyshimeve, larg çdo devijimi i cili cënon besimin tënd, adhurimin tënd. Dhe nëse dikush e ka mësuar një herë, e ka lexuar një herë këtë libër, ose çdo libër tjetër dobishëm, është të këshillueshme që besimtari një libër të rëndësishëm si ky ta lexojë her pas here, ta kujtoj veten e tij me tematikën më të rëndësishme që është njohja e besimit të saktë dhe njohja e adhurimit të saktë të Allahut madhëruar të vetëm. Prandaj është rëndësishme për të realizuar qëllimi për të cilin autori e shkruajti këtë libër, pra është rëndësishme për shpjeguesin e këtij libri, t'i përmbahet formës dhe rrugës dhe metodologjisë që autori ka ndjekur dhe ka pasuar në shkrimin e këtij libri. Dhe të mundohet të mos dali nga kjo metodologji e formës së sqarimit dhe shpjegimit të librit të autorit. Pra, është prej amanetit të dijes. Ta përcjellësh dijen nga një libër, ashtu qysh e ka shkruar autori, duke realizuar pikërisht qëllimin që autori e ka shkruar këtë libër. Është prej tradhtisë së amanetit të përcjelljes së dijes nëse njeriu nuk i përmbahet tematikës së librit dhe qëllimit të shkrimit të një libri, kur ai e sqaron këtë libër. Nëse duam që të realizohet qëllimi i shkrimit të librit Tre Parimet, që sqaron tre parimet mbi të cilat ndërtohet dhe qëndron feja jon, atëherë nëse i përmbahesh sa më shumë kësaj metodologjie që autori ka ndjekur në sqarimin e këtyre tre parimeve, atëherë do jesh më afër përmbajtjes së amanetit në përcjelljen e dijes. Dhe nëse abuzon njeriu ose nga padija, ose nga mangësia që ka në kuptimin e cekët të teksteve të një libri, ose nga dashkësia që ai me qëllim të keq dëshiron të devijojë qëllimin e shkrimit të këtij libri.
Pra tre parimet cilat janë, që ne do i marrim inshallah mësimin e ardhshëm, nëse Allah na jep jetë dhe shëndet dhe mundësi dhe dëshirë për të mirën, është parimi i parë, besimi në Allahun e madhëruar, besimi në fenë e tij, besimi në dërguarin e tij. Këto tre parime, siç dhe përmendëm në fund të mësimit të sotëm, autori i ka marrë nga cili hadith? Hadithi i cili tregon se cilat janë pyetjet që do të pyetet njeriu në varrin e tij. Kur njeriu do të futet në varr, dhe çdo njeri për nesh do e përjetoj këtë moment, do pyetet cili është Zoti yt, cili është i adhuruari yt në këtë dynja. Kë ka adhuruar ti? Kjo nuk është me mësu përmendsh, se kush ka qenë i adhuruari im. Nuk është se cila është feja ime, me mësu përmendsh që feja ime është Islami. Dhe i dërguar im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është çfarë ti ke besuar me zemër të sinqert dhe çfarë ke përjetuar e ke jetësuar këtë besim gjatë jetës tënde. Do kesh mundësi ti përgjigjesh këtyre tre pyetjeve të rëndësishme. E lusë Allahun e madhëruar do na bëj për atyre që i përgjigjen këtyre tre pyetjeve në varrin e tij. Amin. Prandaj themi në lidhje me rëndësinë që ka kur shpjeguesi i këtij libri, dhe unë e përmend me qëllim në lidhje me detyrën që ka shpjeguesi i këtij libri, sepse sot unë jam shpjeguesi i këtij libri, nesër mund të vllai shpjeguesi i këtij libri për fëmijët e tij ose për një xhamat tjetër. Pra sot unë jam në pozicionin e shpjeguesit, nesër në këtë vend është dikush tjetër, është njëri për ju që dëgjon sot që është në pozicionin e dëgjuesit, e nxënësit. Prandaj është shumë e rëndësishme që shpjeguesi t'i përmbahet qëllimit të shkrimit të një libri dhe mos dali nga tematika e librit dhe të abuzoj duke e përdorur një libër gjatë shpjegimit të tij për qëllime të tjera që i shërben ndoshta, a e kupton me vetdije, i shërben ndoshta devijimeve ose dyshimeve që ka ai. Dhe të gjej një lloj argumenti, përdor fjalën e dietarëve në një libër të caktuar dhe thotë ja, kështu ka thënë autori i këtij libri, dhe nga frazat që autori ka përdorur që mund të jenë të përgjithshme, që mund të ketë më shumë se një kuptim, dhe ai e keq përdor dhe e devijon qëllimin e thënies së shkruajës së frazë, duke i shërbyer devijimit, dyshimit që ai mund të ketë në mendjen e tij, në zemrën e tij. Prandaj dia është amanet, ashtu që shmerret, ashtu duhet përcjellet, dhe të tjerët pa e cënuar dhe pa mangësuar në të dhe pa shtuar në të. Prandaj, çdo tekst në të cilin autori ka përmendur në librin e tij, autori Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu më shëroft, duhet të përcjellet në atë kuptim që ai ka dashur të përcjelli tek të tjerët, dhe jo në një kuptim tjetër që i shërben shpjeguesit të këtij libri. Sepse ka për shpjeguesve të këtij libri që i përdorin shpjegimet e tyre për t'i shërbyer devijimit të tij, sektit të tij, ose për t'u kundërvënë të tjerëve me armiqësi, ose duke i bërë besimtar tek tjerë. Pse përmendë pikërisht në lidhje me këtë libër çështjen e armiqësisë ndaj tjerëve ose tekfir ndaj tjerëve? Sepse për shkak të tyre shpjeguesve dashakeqës që ka shpjeguar këtë libër, janë bërë shkak o pa vetdije ose me dashakeqësi
Janë për shkak që autori dhe nxënësit e tij ta akuzohen për ekstremizma në mendime dhe tekfirizma. Shumë prej shpjeguesve të këtij libri, jo të denjë, e kanë abuzuar dhe e kanë keq përdorur tekstet që autori ka përdorur në të libra ose në libra të tjerë. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Sepse kështu është akuzuar një autor, një dietar shumë i njohur dhe i mirë, dhe është akuzuar gjithashtu dhe thirrja e tij selefie që bazohet në Kur'anin dhe Sunetin dhe s'është kuptuar të parët tanë të mirë prej sahabëve, se kur thash selefie, dikush i vret dhe veshin, se për shkak të dicave, fjala selefizëm është bërë si një term i cili ton ndjen pak kështu si frikë. Jo, selefizëm do thotë metodologjia e të parëve tanë, që janë sahabët, që s'ka kuptuar Kur'anin dhe Sunetin, që është brezi më i mirë. Mos kemi pak, si thosh, gjëra ndoshta jemi skeptik, por se shumë e thjeshtë dhe shumë e pranueshme për ne është rruga që thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, rruga ime dhe rruga e shokëve të mi. Pra kapën i fort mos rrugës sime dhe rrugës së shokëve të mi. Prandaj ka shumë çështje dhe tematika që lidhen me besimin, që autori ka përmendur në këtë libër, të cilat kërkojnë shumë kujdes për t'i trajtuar. Kërkojnë shumë shtjellim të hollësishëm. Dhe kur personi i shpjegon këto tematika, këto çështje, gjatë kur shpjegon çështjet që përmban ky libër prej tematikave që lidhen me besimin, i shpjegon në jo thellësisht, jo hollësisht, jo mirë, dhe me maturi, atëherë bën shkak për të keq kuptuar. Bën shkak që të mos merret dobia dhe qëllimi që ka pasur autori në përcjelljen e mesazhit nëpërmjet këtyre frasave dhe teksteve. Prandaj shumë shpifje që kanë shpifur njerëzit rreth këtij autori, Muhammed Abdul Wahhabit, dhe nxënësit e tij ka qenë për shkak të tyre personave prej shpjeguesve të këtij librit, të cilët nuk kanë qenë të denjë në shpjegimin e tyre çështjeve kaq delikate në lidhje me besimin. Për shembull, janë disa tematika që autori ka përmendur në librin Treparimit. Siç është për shembull çështja dhe tematika e al-wala wal-bara. Çështja e hijretit, emigrimit, çështja e xhihadit, dhe shumë lexues ose shpjegues të këtij libri, kur e lexojnë këtë libër, dhe ky libër ka përmendur disa tematika që rreth këtyre tematikave këta njerëz kanë disa dyshime paraprake. Kanë probleme, gabime në kuptimin e këtyre çështjeve. Dhe autori në këtë libër dhe libra të tjerë i ka përmendur këto çështje, çështjen e dashurisë, miqësisë, armiqësisë, urrejtjes për hir të Allahut, ose xhihadit, luftës rrugë të Allahut azza wa xal, ose të emigrimit. Këta persona, për shkak se kanë pasur problematika më parë, dyshime dhe devijime, mendimet gabuara mbi këto çështje, i kanë përmbysur kuptimet e këtyre frazave që autori ka përmendur në këtë libër. Dhe i japin kuptimin që i shërben mendimeve të tyre. Dhe kështu ishte zakoni këtyre personave, ndjekin dhe gjuajnë çdo frazë që i shërben devijimit dhe humbjes së tyre. Për shembull, kur marrim një nga çështje autori e ka përmendur në librin e tij. Kur një vend musliman sulmohet nga një armik, dhe është i pamundshëm përballet me të armik.
A është detyrë për një vend musliman tjetër të kërkoj leje nga prisi i tij për të ndihmuar vllajin ose vëllezërit e tij që po sulmohen dhe janë pamundshëm? Shumë prej shpjeguesve të këtij libri, për tre parimeve dhe për librat e tjerë të autorit, kanë dhënë një përgjigje shumë gabuar dhe kanë adresuar të përgjigje autorit dhe ka thënë nuk është kusht, nuk është detyrë në këtë rast të kërkosh leje prisit të vendit tënd. Dhe kjo është një abuzim, është një shpifje ndaj autorit dhe nxënësve të tij gjithashtu. Përgjigjja e autorit është në këtë rast që nëse një vend musliman sulmohet nga armiqt dhe nuk kanë mundësi të mbrohen përballë, vendi tjetër musliman e kanë detyrë të kërkojnë leje nga prisi i tyre, vetëm ato të cilët nuk kanë këtë prijes udhëheqësin e tyre. Nuk e kanë kusht dhe detyrë të kërkojnë leje prej tij. Pra është një çështje e cila kanë akuzuar autorin që nuk e kushtozon kërkimin e lejes dhe e marrin si argument për mendimet e tyre të gabuara ekstreme. Gjithashtu shembull tjetër është në lidhje me hijretin, me emigrimin. Është pyetur se kur është detyrë emigrimi. Përgjigjja e saktë që autori ka thënë dhe ka dhënë është që hijreti është detyrë për ata musliman të një vendi ku ata s'kan mundësi të shfaqin fenë e tyre, detyrimet që kanë fetarët, besimet e tyre. Kanë detyrë shkojnë në një vend tjetër ku kanë mundësi të shfaqin, pra ta shfaqin besimin e tyre dhe kanë mundësi të emigrojnë. Dhe nga shpjeguesit e këtij libri ka thënë, pra atyre që dëshirojnë të lexojnë tekstet si duan, ata dhe si në realitet, që autori ka thënë që duhet të emigrojë çdo kush në një vend, pra tjetër ku mblidhen gjithë muslimanët, të veçuar nga tjerët, mblidhen gjithë pasuesit e Sunnit dhe s'ka të tjerë përzierje me tjerët. Dhe kjo është gabim. Dhe mund të na përmend për rëndësinë që ka që kuptimi i teksteve të një libri duhet të jepet ashtu që është autori ka pasur për qëllim, pra të përcjellë si mesazh të saktë. Dhe për të ardhur keq, shumë lexues ose shpjegues të libri, kur e lexojnë këtë libër, për atyre lexuesve që kanë probleme paraprake në mendjen e tyre, e lexojnë tekstin sipas kujt. Asaj që i shërben, pra diçka i mendimi dhe kërkon argument për këtë. Dhe kapën pas një fraze e cila në realitet ka qenë një frazë që është pyetur për një rast specifik. Dhe ta e kanë përgjithësuar rastin dhe e kanë ngritur si gjykim që vlen për çdo rast, për çdo vend, për çdo person ose për çdo gjendje. Prandaj është shumë e rëndësishme të kuptojmë se sa e rrezikshme është shpjeguesi i një libri, pikërisht shpjeguesi i librit Tre Parimet, të devijoj nga shpjegimi o nga sektësia e kuptimit të tij, ose është dashakeqës dhe dëshiron të përcjellë dyshimet dhe devijimet e tij duke u bazuar tek fjalët e një autori të nderuar, si Muhammed ibn Wahabi. Dhe kjo ka shkaktuar që ky autor në shumë vende të akuzohet për ekstremizma dhe të akuzohet gjithashtu dhe nxënësit e tij. Dhe thirrja e tij, që ishte thirrje e cila bazohesh në Kur'anin dhe Sunetin. Nuk ishte thirrje që ishte thirrje në ekstremizëm, qysh është shpifur shumë për të. Dhe e mbyll mësimin e sotëm duke përmendur që termi
ose fraza e titullit Tre parimet, nuk është një frazë e shpikur, se disa thonë që Tre parimet nga ka marrë autori këtë shprehje, këtë frazë. A ka qenë e njohur tek selefët përdorimi i frazave të tilla? Po ka qenë e njohur. Tre parimet, autori e ka përfituar nga hadithi që tham, hadithi kujt? I pyetjeve që i bën njeriu në varr. Kush është Zoti yt, i adhuruari yt, cila është feja jote dhe kush është i dërguari yt. Dhe ka qenë zakon i dietarëve të hershëm që të shkruajnë libra dhe i quajnë tre rregullat, tre parimet, të bazuar në një arsyetim të saktë, i cili përfitohet nga argumenti i saktë. Nëse një titull i një libri quhet Tre parimet, se të quhet diçka që është parim dhe bazë, do argument. Dhe të thua që janë tre, do argument. Dhe çdo titull i një libri i cili bazohet një arsyetim të saktë dhe në kuptim të saktë, dhe ky arsyetim dhe ky kuptim është përfituar nga një argument i saktë, atëherë kjo përzgjedhje e këtij autori është e saktë dhe pranuar. Për shembull, Ibn Taymija ka thënë tre janë parimet e fesë. Dhe është e pranueshme. Ka pasur për qëllim besimin në tauhidin e Allahut madhëruar, besimin në ditën e gjykimit, besimin në pejgamberët. Gjithashtu kanë përmendur ndarje të tjera. Ka thënë tre janë parimet. Po Ibn Taymija ka thënë një libër tjetër. Tre parimet e fesë janë tre llojet e tauhidit. Tauhidi rububie, pra njësimi i Allahut në krijim, në zotërimin e tij, në sundimin e tij, njësimi i Allahut në adhurim, në ormit veprave të njerëzit, ta njësojmë Allahun me veprat tona, me adhurimet tona, dhe njësimi i Allahut në emrat dhe cilësitë e tij të larta dhe përsosura, dhe të bukura. Për të gjitha këto ka argumente. Dhe s'ka gjë të keqe që të quhen tre parimet, tre rregullat, tre bazat. Elusi Allahun e madhëruar të na bëj për atyre që fjalët i bëjnë dobi atij në radhë të parë dhe të tjerëve që ngjojnë. Dhe inshallah mësimin e ardhshëm Allahu na dhënë pra jetë dhe shëndet dhe dëshirë për të punuar mirë. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam.